Portugalia ka planifikuar të shkurtojë 30.000 vende pune në sektorin e shërbimit civil, si dhe të rrisë moshën e daljes në pension deri në 66 vjeç, në përpjekje për të plotësuar kushtet për paketën ndihmë. Kryeministri Pedro Passos Coelho tha se punonjësve civil do të kërkohet gjithashtu të punojnë 40 orë në javë, në vend të 35 orëve aktualisht. Coelho tha se propozimet që mund të aplikohen me shumë mundësi, duke nisur nga viti i ardhshëm, do të mund të kursej 4,8 miliardë euro për 3 vite. Në 2011, Portugalia mori paketën ndihmë për 78 miliardë eurosh nga Bashkimi Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Muajin e kaluar, gjykata kushtetuese e Portugalisë refuzoi më shumë se 1 miliard euro shkurtime të propozuara, të cilat përfshinin pezullimin e bonuseve të ditëve të pushimit për punonjësit e sektorit publik dhe pensionistët. Ndërkohë, masa shtrënguese kanë sjellë pakënaqësira në vend, duke shkaktuar edhe protesta masive. Papunësia në vend është rreth 18%, një rekord për vendin andaluzian, ndërsa ekonomia pritet të kurret për të tretin vit radhëzi në 2013.